Ardan, mirë se erdhe. Mirë të gjeta. Si e burrë. Të e kry mire, ma tu t'je qojnë. Ju theni, mirë? Mirë. Këngën sa po e dëgjuam, pa lidhje. Ishte këngë rinis një rinie, me plan të entuziazëm, a? Kjo është me i rikujtu pak ato dite vjetra, ndoshta edhe shikuesve mi o rikujtu, apo njerëz se kanë di asnjëherë. Kemi bua muzikë të mirë edhe para 30 vjetë. Ja, muzikë të mirë, muzikë shumë të mirë. Absolutisht dhe ju keni qenë qoftë si karriera solo, si individ, si grupe, ato trëndafilat e bukur që e keni bë jetën artistike dhe muzikore fantastike dhe me zhanre të reja, do më thonë me... Në realitet, muzika jote, cili zhanri ka taku që në fillimet e veta? Unë e quj vetën rocker pak ma shumë, se që jam flenë në zemër, po në që jam përqëndru, s'kom vetë vetëm në një stil, jo mundu, e kom kërku vetën disa stile, se kom gjithë askon po mdo këtë. Jo, absolutisht. Unë e mbaj mend që na kemi folë shumë atër për ty, Dardan. E ke që është që na ike? Në vitin 90 apo 91? 91-ën, komik. Po e quj ike, se ike pozitive, kështu në... Po në dëgjona im, ajo nuk ka qenë ike, ka qenë, unë kom studiu arsitekturën, sa po e fitova kushtin për vit 4, gitarën kredo unë nisa në Evropë, një farë pushimi, veror, pak ma gjatë, kom këndu në për rrugë të Evropës, kom shetit andej këndej, deri sa babim lejmëroj që... Ishte dhe modë në atë Po, ka qenë një farë andre, për neve, sidomos këtu me pa pak Evropës, si që është andre edhe tash, po s'faku tash, dhejse asa tërë s'kem pas viza, dhe tash mirë që s'ka viza, kemi qenë të izolu një farë mënyre dhe kemi dash me pas sa ma shumë edhe atëherë, sikur tash. Edhe në një moment, babim tha ta kanë mbyll fakultetin, s'ke s'ka lyp momentalisht këtu, gjendu që shtë mundësh edhe mbeta. Edhe u gjete, përfundova në Zvicër? Përfundova në Zvicër, si krejt bota. Si krejt bota, si krejt dënjoja. Zvicër, kom përfundova... Ti nuk je lapjan se je shkrel, je... Unë jam i Rugovës. Rugovas. I lindur në Mitrovic, po Rugovas. A i lindur në Mitrovic. Po. Ndoshta prej aty të ka ardhe ai Roko, edhe ai protesta nga Rugova, një... Po ju shkrelët edhe të shpërndar, goxha, gjithan dejshtë. Jemi shpërndam, fatkesisht, që krejt populli, pike pesi mi bo atëherë, çka me bo? Në Zvicër, tash veç u bën shumë vite. Në Zvicër jam bo ma tepër vite, i bëra në Zvicër se sa që kom qenë këtu, mirë po, edhe pse fizikisht në Zvicër, ne që jemi ashtë, ne jemi shumë të lidhëm për Kosovë, për Prishtinë, është një farë, jo ndo farë fijeve të padukshme që po na mbajnë dhe qysh, po na lojnë rahat as atje, edhe kur po vim këtu pe gjejmë vetën, ndaj edhe një farë... A ishte muzika ajo që... Ajo gjëja, ai segmenti që mos lehti e shprehje edhe dhëmbjen edhe dashurinë edhe mungesën e Prishtinës, Kosovës... Muzika është ai ka qenë qaj fenomen që ndoshta momente caktume na ka rikujtu gjitha ato mungesa që i kemi pas atje. Mirë, po këtu, unë të thash, këtu është gjithçka na lidh me Kosovën, gjithçka na lidh me Prishtinën. Janë shoqëria, janë Prishtina vetë. Si e kujton fëmirin tënde? Ku ke kry filloren? Unë kom kry filloren në përpara që e Vladimir Nazar, tash është në Infrashëri. Në Infrashëri. A i kemi zëvendësu mirë, kur i kemi zëvendësu, dorën zemër i kemi gjithë. Perfekt. Ato kërkesat e shpirtit tonë. Perfekt. Pastaj kom qenë në Sami Frashëri, i Vollolla atëherë. Po. Edhe mandej kom qenë Shtjefan Gjeqov, që është hala Shtjefan Gjeqov, edhe atëherë ka qenë shumë mirë. Edhe pastaj kam studiu arsitekturën edhe komercialen në Pej, njëkohësisht. Edhe komercialen në Pej? Po. Dardan, absolutisht. Da poli performantë. Po, si fëmiri, ka qenë qapë kënë lëqë, apo a ke qenë fëmi mirë? S'ke gudzua dhe fort me... Kom qenë fëmi i lasdrum, po mdo këtë, gjalli hasretit. Kom qenë pak i lasdrum, e kom dash futbolin si gjithë fëmit, kemi thy dritare se lyshim parking, as atër s'kemi pas sikur tash që ndihet kjo mungesa e pjesëve ku luj fëmit. Kom qenë zanë si mirë,
kemi pas hobi, jemi mundu me mbjetu me që ato që i kemi, nuk i kemi pas këto kushte që i kanë sot, s'kemi pas internet, s'kemi pas telefon mobil. Gitarën më kam mësu Daja Naseri. Daja Naseri ka qenë gitarist, ka pas grupin e vetë, Bon Tempi në Mitrovic, zbashku me Ferki Shalën. Ferki pastaj dihet kaloj edhe në TNT, dhe ka bë një emën edhe një solist genial. Ta mësoj gitarën dhe të po gitara... Ma mësoj gitarën edhe Mallkaj, po më duket më sot gitarën. Dardana, dhe që ne kemi fol për ty shumë, vërtet, sikur na kemi ulgu si artist, si prezencë, edhe si një lloj ushtari, se edhe përmes artit bëhaj një farë rezistencë mas vitit 90. Kush jem shok që e shoqëru ma shumë nga këta emrat e njohur? A ke pas grup? Apo solo karierë, apo të dyjat bashkë? Të dyjat bashkë. Unë kom fillu me solo karierë, faktikisht kom fillu me një kompozim në akordet Kosovës, një këngë që rasisht është pranu në akordet Kosovës, e kam pas këndu Trio Rona në atë kohë, me Shefqet Hoxhen, orkestrem. A ti ke qenë kompozitori? Unë kam qenë tek shkruesi dhe kompozitori. Trio Rona, Gili, Liri... Kam qenë 17 vjeçar edhe aty ka fillu ajo karriera ime, se fillova edhe vetë këndoj, edhe zdy ka qenë interesant. Ku takoheshit më shumë me këta shokët në Prishtinë? Në Kurriz. Në Kurriz? Kurriz, atër ka qenë Kurrizi. Absolutisht hetë i kohës. Pas Kurrizit ka qenë Qafa, ato se kom përjetu dhe... Përveç do më thamë në kështu në koncerte, po a muzikonit edhe në mbrëmje në... Kemi pas koncerte edhe në atë kohë, më kujtohet fare mirë koncerti fundit ka qenë në Mllatot Borë Ramizit, ka qenë koha kur e mbyllën në Radio Televizion e Prishtinës, edhe ne ishim të bo muzik me Muhën, Muhamet Veselin, me Florent Boshnjakun, me Petret Rizin dhe Labi Krasniqin. Edhe ka qenë një vetëmi vend ku jonë mbledh rinia në atë kohë, ka qenë një farë rezistence faktikisht, ka qenë një vend ku ne jemi mundu me ju tregu që gjallë jemi, ju mundin me në mbyllë sot dadi, po zadin që mundin e me jemi këtu. Edhe rockeret e bajnë gjithmonë një rezistencë të veçantë, ndryshën nga... Po roku është protest faktikisht. Protest. Me rock shprehet që ajo që na pengon gjitha i mdhletve se ane normal i knojme edhe dashuris, po zakonisht është protest, se ane që nuk na pëlqejnë e shprehim për mes rock muzikës. Arriti mu fut interesant në jetë, në përgjësi, në kërkesat e jetës e të njerëzve që nuk i shprehnin dot, rocku i shprehte më mirë, ma zhurmshëm, ma me energji edhe ma... Ma të ashpër jemi. Ma të ashpër. Në ato rifat e gitarës. E mendoje vetëm gjithmonë më shumë rocker, se sa në... Kom pas qef me qenë ma shumë rocker, po unë kom këndu edhe këngë kleta, kom këndu edhe jazz, kom këndu edhe... Shumë ka pengu, si solist, unë kom qatë përparsi që si solist ne kemi drejt me lëviz nga stilin stil, për kunder bendeve për shembull, bendet kur e marrin një stil, mbesin në atë stil, se identifikohen me atë stil. Unë kom qef mu sfidu në gjitha stilet, duke kërku vetën, duke mos e gjetë vetën, edhe, ja. Sa modesti, duke mos e gjetë vetën. Për ty flitej në absolutisht me fjalorin më profesionale, e të dashure, po që Dardani është absolutisht ardhmëri e muzikës e krejt, se unë e mbajmen, që flisnim në për Prishtinë. Do njëherë njeriu nuk i dëgjon çfarë flitet për të, ose nuk e din se ku gjendet, ose i duket vetja i pamjaftueshëm e kështu.